Mirëmbrëma, takohemi së bashku në emisionin Konakt unë në televizionin Sot 7 jemi ndërit për drejt në këtë emision të përjavshëm. Sonte jemi së bashku me drejtorin e bujqësisë së rajonit të Korçës, Vullnet Gjolla. Gjolla, faleminderit që jemi së bashku. Faleminderit dhe ju që më ftuat. Si paraqitet situata në juglindjet vendit? Tashmë ne e dim që qarku i Korçës është nga qarqet kryesore të prodhimit të produkteve bujqësore. Nuk themi që është qarku kryesor, se normalisht kemi edhe fushën e Shqipërisë perëndimore, pra Mezëqeja që përben një nga fushat më të mira të prodhimit të produkteve bujqësore, por qarku i Korçës është një ndër rajonet që ka prodhimtari të lartë të produkteve bujqësore për shkak edhe të klimës që ajo ka. Duhet të themi që në qarkun e Korçës kemi një sipërfaqe të punueshme prej 61.500 hektarësh, ku nuk mbetet asnjë sipërfaqe e vogël e papunueshme në këtë qark, dhe kemi një prodhimtari të lartë sidomos në këto kulturat kryesore të këtij qarku, siç janë kulturat e pemëve frutore apo të bimëve të arave, kryesisht sipërfaqen më të lartë dhe kultura e mistrit prej 6.300 hektarësh, pastaj vinë pemtoret me rreth 4.000 hektar, 3.900, 4.000 hektar, ku brenda pemtores kemi mollën, një nga kulturat kryesore, me sipërfaqe rreth 3.200 hektar. Pastaj kemi qershin, kumblën dhe pemtore të tjera, dhe pemë të tjera frutore. Njëkohësisht, një rëndësi të veçantë ka qepa, ka patatja, ka fasulja, pra këto janë pak a shumë ato kultura të cilat edhe ju shërben klima e qarkut të Korçës, por edhe prodhimin e kanë të mirë dhe të mjaftueshëm. Për sa i përket prodhimit të këtyre produkteve, qarku i Korçës jo vetëm prodhon për tregun vendas, por edhe eksporton, dhe duke krahasuar me vitin 2024 nga janari deri në shtator, flasim për periudhën që ne jemi tashmë, pra fundi tetorit, ku kemi pasur rreth 2.800 ton produkte, fruta apo perime të eksportuara në vendet e rajonit, si vjet flasim për rreth 4.800 ton të eksportuara. Kërë që është fruta? Fruta, perime dhe fruta të përpunuara, por edhe bimë medicinale. Pra flasim në përgjithësi ato produkte që bujqësia e qarkut të Korçës i jep prodhon. Po, jo, zoti Gjolla, përpas të kalojmë tek pjesa tjetër e problematikave që ka sektori i bujqësisë në juglindjet vendit, kryesisht në fushën e Korçës, në fushën e Maliqit, por edhe të Devollit, ku edhe sipërfaqet janë më të mëdha. Vetëm pak ditë e parë, qytetin juglindor të Korçës se ka vizituar ministri aktual i bujqësisë. Është parë të vizitojë edhe një fabrikë agrodman përpunuese, pra lëngjësh kryesisht. Çfarë diskutuar me ministrin? Sepse vazhdimisht farmerët e juglindjes së vendit kanë shfaqur probleme të ndryshme, por me interes pyetja ime për të marrë përgjigje për ju është kjo. Çfarë është diskutuar me ministrin? Atëre, duke pasur parasysh gjithë problematikat e viteve të mëparshme, që këto kultura bujqësore, përveç cilësisë së mirë të këtyre produkteve që shkonin për konsum të brendshëm apo në eksport, kemi pasur edhe kultura të cilat kanë pasur një pjesë të mirë të tyre, pra gati 10 apo 15%, me cilësi jo të mirë, pra cilësi e tretë e këtyre prodhimeve, se cilat shpesher i shikonim edhe në kronikat televizive apo edhe ne kur dilnim në takime me fermerët, për shkak të mospatjes së agropërpunimit të këtyre produkteve, pra sektor apo fabrika që i përpunojnë këto produkte, detyroheshin që këto produkte të kalonin në për zona jo të kënaqshme apo hidheshin. Prej vitesh tashme ka pasur investime dhe qarku i Korçës, përveç investimeve në magazinim ose në frigorifer të produkteve tona për të ruajtur ato për një kohë të gjatë, ku unë them që në qarkun e Korçës kemi 52 magazina ruajtëse apo dhe frigorifer, ku mund të ruajnë këto produkte për një kohë të gjatë. Magazina me ruajtje tradicionale, po flisni apo edhe ato me kushte frigoriferike? Atëherë, unë po flas për magazina me ruajtje në kushte tradicionale, një pjesë e tyre, që janë rreth 7-8% e këtyre frigoriferve. Kemi frigorifer me atmosferë të kontrolluar, që edhe këto kapin gati 10-15% të sasisë së futur në
magazinat frigoriferike, por dhe frigorifer me kushte tradicionale, pra që ruajnë produktet tona deri në mars, prill apo maj. Normalisht që kërkohen investime të mëtejshme për të futur teknologjitë e reja, jo vetëm në prodhim, por edhe në ruajtje të produkteve bujqësore, po ashtu siç edhe ju theksuat që përveç se prodhimin ta kemi të cilësisë së lartë duke futur teknologjitë e reja, duhet atë prodhim ta ruajmë për një kohë të gjatë, po njëkohësisht edhe atë prodhim ose ato produkte të cilat janë të cilësisë të tretë të kalojnë në përpunim. Dhe shumë mirë që ju më drejtuat të pyetje, po ju them që në qarkun e Korçës kemi 2 ambiente ose fabrika të përpunimit të produkteve bujqësore, të cilat jo vetëm përpunohen, amballazhohen, bëhen dhe komposto ta quajmë në këtë gjuhë apo pelte, të cilat eksportohen në vendet e rajonit. Kjo ka bërë të mundur. Këtu po flasim sepse unë kisha një pyetje gati. Më falet se ndërpreva. Pra këtu bëhet fjalë për mollën e cilësisë së tretë, e cila apo edhe frutat të tjera të kësaj cilësie, që deri dje kanë shkuar në vendet e rajonit me një çmim qesharak, pra fermerët kanë qenë të detyruar të shesin nga 3 lek deri në 8 lek, momentalisht për hires vërtetës një kronike imja, para pak ditë për televizionin Sot, fermerët kanë bërë me dije se molla e cilësisë së tretë ka shkuar nga 15 deri në 20 lek. Për këtë, pra kjo fabrikë e dytë agropërpunuese ka bërë të mundur dhe rritjen e çmimit të mollës së kësaj cilësie, zoti Gjolla? Atëherë, po flisin edhe ju? Për këtë, pra unë desha që të plotësojmë zinxhirin e prodhimit të shitjes së gjithë produkteve. Pra, jo vetëm të kemi teknologji të reja në prodhim, jo vetëm të rritim cilësinë, jo vetëm t'i ruajmë ato për një kohë të gjatë, por duhet që edhe t'i përpunojmë. Pra, sidomos produktet të cilësisë tretë, atë që ka unë desha tosha pak më përpara, ku në vitet e kaluara, siç edhe ju e përmendët, fermerët tanë kanë qenë të detyruar të shesin me çmime të ulta 3 deri në 8 lek për kilogram. Nga viti kaluar ka filluar përpunimin e këtyre produkteve edhe një fabrikë tjetër përpunimi, e cila ka rritur normalisht konkurrencën dhe ka rritur çmimin që e ka shpërndarë nga 15 lek deri në 20 lek për kilogram për këto produkte të cilat kanë qenë dhe janë produkte të cilësisë së tretë. Atëherë, nëse jemi në gjendje për të investuar në këtë industri agropërpunuese, a mendoni se edhe fermerët e kanë më të garantuar prodhimin e tyre, edhe jo vetëm thjesht të cilësisë së tretë, por edhe të cilësive të tjera, pa shkuar tek molla e konsumit? Normalisht që çdo produkt ka një rrjedhë, një zinxhir të prodhimit, ruajtjes, tregtimit të vet. Por në çdo produkt kemi produkt cilësisë parë, të dytë dhe të tretë, ashtu siç ne përmendëm. Fermerët normalisht që tashmë përfitojnë dhe nga këto produkte të cilat janë të cilësisë të tretë. Produkti cilësisë së parë dhe të dytë, pavarësisht çmimit që ka patur, se ne e dimë shumë mirë që çmimi varet nga kërkesë oferta, pra është ajo që cakton çmimin e produktit, fermerët janë të kënaqur edhe në pjesën e moshedhjes në kanale të produkteve të cilësisë së tretë, sepse këto fabrika bëjnë përpunimin e tyre. Pra tashmë jemi në një fazë tjetër, pra është plotësuar dhe një hallk e zinxhirit. Normalisht që ne kemi nevojë akoma më tej për investime dhe prandaj siç e shikoni vit për vit qeveria shqiptare ka rritur pjesën e subvencionit, që do të thotë nëse vitet më përpara kishim vetëm skemën e subvencioneve të pagesave direkte me buxhetin e shtetit, apo dhe skema të ndryshme që kanë të bëjnë me investimet apo me buxhetin e Bashkimit Evropian, si vjet kemi pasur 3 skema nga qeveria shqiptare, duke filluar nga skema me pagesa direkte që kishin të bënin në blegtori, në bletari, apo dhe skema të tjera, siç është skema e naftës që është gjithë përfshirëse dhe në qarkun e Korçës ne dimë shumë mirë që kemi pasur rreth 11.000 fermerë të aplikuar në këtë skemë. Në gusht shtator kemi pasur skemën e dytë me buxhetin e qeverisë shqiptare, pra skema e investimeve me kritere të lehta ose lehtësuese për të aplikuar gjithë fermerët. Dhe së treti është edhe skema e garancisë sovrane, që çdo fermer i cili ka dëshirë të investojë në bujqësi ka mundësi të përfitojë nga skema e garancisë sovrane, kredi të butë në bankat e nivelit të dytë me një interes prej 2%. Mjafton që ai të plotësojë disa kritere të cilat janë të nevojshme. A kanë qenë të interesuar fermerët për t'u drejtuar bankave, qoftë edhe me interes të tillë?
Atëre, për sa i përket skemës së parë, unë thash që skema e parë që ishte në mars-prill kishim një rreth 10.711 fermerë që aplikuan vetëm në skemën e naftës, 2.160 fermerë që aplikuan në skemat e tjera blegtori, bletari dhe mbjellje të reja. Kemi skemën e investimeve që vetëm në qarkun e Korçës ku aplikojnë për mekanik bujqësore, aplikojnë për ndërtimin e stallave për blegtori, apo dhe skemat të tjera që janë në mbjellje dhe në rrjetat e breshët. Atëherë investimi është, mbështetja është 100% e shtetit apo 50, po themi, qeveria shqiptare, Ministria e Linjës dhe 50 fermerët apo si? Si bëhet kjo lloj mbështetje? Sepse në skemën kemi mbështetur, por kur ne shkojmë i themi fermerit, qeveria të mbështet, dhe thot 50% duhet të investoj unë, a është në gjendje fermeri për të përballuar qoftë edhe këtë 50%? Atëre, siç e thamë, në gusht dhe shtator kishim skemën e investimeve dhe me të drejtë ju bëhet pyetje nëse granti është në 100% nga qeveria shqiptare apo 50-50, atëre granti është 50-50. Pra 50% të investimit me fatura tatimore konkretisht dhe normalisht ashtu është, paguhet nga qeveria, nga buxheti i qeverisë shqiptare, kurse 50% paguhet nga vetë fermeri. Normalisht që ka fermerë të cilët mundësinë për të gjetur 50% që në investime e kanë të vështirë ta kenë atë mundësi dhe detyrohen të drejtojnë bankave për të plotësuar pjesën tjetër që nuk merr grant nga qeveria shqiptare. Interesat e zakonshme që japin bankat apo? Atëherë, prandaj dhe skema e tretë, skema e garancisë bëri të mundur që për ata fermerë të cilët kanë aplikuar për të përfituar nga skemat në investime, mund të aplikojnë në bankat e nivelit të dytë për të përfituar nga garancia sovrane me interes 2% dhe 70% e kolateralit po përsëri jepet nga qeveria shqiptare. Pra një fermer i cili nuk e ka mundësinë as 50% të paguaj, por nuk e ka mundësinë as të lerë garancin, atë kolateralin tek bankat, atëre edhe në pjesa kolateralit është qeveria shqiptare ajo e cila ve 70% të kësaj Pra garancia që jep qeveria shqiptare në këtë rast të kësaj kredie është 70% garanci që jep qeveria shqiptare. Është 50% grant që jepet me skema dhe 70% e kolateralit. Pra, në qoftë se banka do t'i kërkonte një fermeri për pjesën për të marrë këtë 50%, po themi? Po, për të marrë këtë 50%, do të kërkonte kolateral. Kolateral në bank, qoftë shtëpi, qoftë tokë, çfarë do që banka do të kërkojë, çfarë ka pronë të tinë, atëherë përsëri nuk do ta ketë të vështirë sepse 70% të kolateralit do të jetë nga garancia sovrane. Ky fakt që thoni ju, 70% të kolateralit e përballon, pra është garanci e qeverisë shqiptare. A ka shtuar interesin e fermerëve për të drejtuar këtyre bankave? E ka shtuar interesin e fermerëve, unë shoh që shumë fermerë interesohen për sa i përket pjesës investimeve, së skemës investimeve, ku në qarkun e Korçës ka pasur rreth 80 aplikime, me sa unë jam në dieni në AZBR, pra dosje të plotësuara. Por skema e garancisë sovrane nuk ka të bëjë vetëm me ata fermerë të cilët kanë plotësuar dosjen dhe kanë aplikuar në skemën e investimeve, ka të bëjë dhe me ata fermerë të cilët nuk kanë aplikuar, por thjesht duan të marrin një mekanik bujqësore apo duan të bëjnë një rekonstruksion apo ndërtim për blegtorin për stallat e tyre, mund të paraqitet pranë bankës për të marrë pjesën e investimit që këtij investimi për ta marrë atë me interesa shumë të ulta me 2%. Pra, jo vetëm ata fermerë që kanë aplikuar në skemat e investimeve, por të gjithë ata fermerë që duan të bëjnë investime në bujqësi. Zoti Gjolla, ju po thoni se gjitha këto dhe kjo pjesa tjetër e garancisë, pra që jep qeveria shqiptare, vinë për herë të parë në mbështetjet e fermerëve apo? Atëre është viti i parë ky që ka pasur pjesën e mbështetjes të garancisë sovrane nga qeveria shqiptare. Është herë e dytë që aplikohet në skemat subvencionuese në investime, pra kishim një skemë vitin e kaluar në tetor-nëntor dhe si vjet në gusht shtator. Pra vit për vit qeveria shqiptare ka rritur buxhetin e subvencioneve për investime dhe jo vetëm dhe pagesa direkte në bujqësinë shqiptare. Ne e dim shumë mirë që qarku i Korçës, siç e kemi thënë, ka qenë një nga qarqet më të interesuar për të aplikuar në skema subvencionuese dhe investuese. Ashtu vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite, pra është një nga qarqet kryesore në përthithjen e fondeve dhe sidomos edhe me pjesën e garancisë sovrane ka shtuar një interes akoma më të lartë sepse fermerët kanë qenë të dyzuar me atë idenë që dakord, unë do të marrë për investime 50%, po 50% tjetër ku do ta gjej, apo kolateralin që do le,
duke pasur parasysh që edhe dokumentacioni apo atë çka banka kërkonte kolateral ishte i detyruar të ishte me dokumenta të cilat kanë të bëjnë qoftë me certifikat pronësie apo të tjera të cilat tek ne kam qenë për hir të së vërtetës pak të neglizhuara. Ne dim shumë mirë që për shkak edhe të ligjit 7501 copëzimi i tokës ka bërë të mundur që fermat i kemi të vogla dhe nxjerrja e certifikatave ka kërkuar kosto të lartë, pra shpeshherë fermerët janë të detyruar të aplikojnë për një sipërfaqe 1.4 hektar që kemi ne mesatare në familje fermere të aplikoj 5 ose 6 herë sepse i ka të coptuara këto sipërfaqe. Nëse do t'i kishte në një vend do të ishte akoma më lehtë për të nxjerrë qoftë certifikatën e pronësisë, për të aplikuar një herë, për të plotësuar ato dokumenta një herë, dhe është 6 fish më e vështirë kur i ke ato të copëzuara në 6 apo 7 sipërfaqe sipas ndarjes Komisionit Tokave që në 91. Në cilat sektor të bujqësisë kanë qenë më të interesuar fermerët për këto skemë mbështetëse? Atëre kanë qenë në sektorin e pemtarisë, në mekanikën bujqësore, për mekanikën ka pasur shumë aplikime, por edhe në ndërtimin e stallave për blegtori. Pra këto janë pak a shumë ato 3 fushat më të rëndësishme. Normalisht ka patur edhe në mbjellje apo edhe në aplikim për rrjetat antibreshësh, të cilat siç e dim, tashmë prej disa vitesh radhazi ndryshimet e kushteve klimaterike me një bear të thatë dhe me një vjeshtë apo pranverë apo dimër me rreshje apo breshër të vazhdueshëm kanë bërë të mundur që të dëmtoj produktet tona bujqësore dhe për këtë përsëri janë marrë masa për shkak të nevojave të ndryshme që kanë dalë për të pasur në skemë edhe rrjetat antibreshër, të cilat do të bëjnë të mundur që këto produkte të ruajnë, të mos dëmtohen. Apo qoftë edhe pjesa e ngricave që kemi pasur shpeshherë në muajt në kohën kur pemët frutore lulëzojnë apo janë në sezonin e... Edhe këtë vit prodhimi është më i pakët edhe për shkak të këtyre kushteve klimaterike. Pra atmosferike për cilat ju po flisni, por vazhdimisht fermerët flasin për braktisje, pra nuk ka jashtëdëmtuar prodhimi, ka patur 3 vite me radhë që në fushën e Devollit, kryesisht në fshatrat Progrër, Manqurisht, Vranisht, fermerët kanë humbur pothuajse të gjithë prodhimin, gati 70-75% të prodhimit të tyre e kanë humbur për shkak të kushteve atmosferike. Ngrihen komisione nga bashkia, nga drejtoria e bujqësisë e bashkisë së Devollit, që po shkoj atje, edhe grup punët keni pas edhe nga ana juaj, por në fundit fermerët thonë që ne nuk kemi marrë mbështetje financiare për të dëm të shkaktuar. Ju keni thënë se fermerët duhet duhet të shkojnë, të drejtohen shoqërive të sigurimeve për të siguruar prodhimin e tyre, por edhe vetë kompanitë për shkak të rrezikut të lartë i kthejnë mbrapsht dhe nuk është. Atëherë si mund të rregullohet kjo, zoti Gjallë? Atëherë janë disa rrugë të cilat mund të rregullojnë ose mund të sistemojnë këto problematika të ndryshme që kemi gjatë gjithë vitit, qoftë kjo në pjesën e kushteve atmosferike jo të kënaqshme siç është rënia e breshit apo ngricat në sezone të cilat dëmtojnë pemët frutore apo dhe bimë të arave, por njëkohësisht edhe për sa i përket pjesës që fermerët tanë duhet të jenë sa më të informuar ose për të qenë sa më të qartë që jo vetëm me skema subvencionuese për t'i ruajtur nga kushtet atmosferike, por edhe pjesa e sigurimit të këtyre produkteve. Normalisht është e vështirë që të sigurohen sepse janë kompanitë e sigurimeve ato të cilat hasin në riskje të mëdha në pjesën e sigurimit të këtyre produkteve bujqësore dhe me sa unë informacion kam, ka qenë një bisedë në Ministrinë e Bujqësisë ku do të ishte mirë të ndiqnim edhe ne ato politikat të cilat ndjekin vendet e rajonit, jo vetëm në pjesën e sigurimit të produkteve bujqësore, por edhe në pjesën e subvencionit të produkteve bujqësore. Unë do të flas pak për sigurimin e këtyre produkteve, me që u hap tema e sigurimit të produkteve, se jo vetëm pjesa e subvencioneve do të jetë ajo që do të përmirësoj kushtet ose fatkeqësitë që ndodhin nga kushtet atmosferike, por edhe pjesa e sigurimit është një nga çështjet kryesore. Mendoj që do të ndiqet, ashtu siç e kemi diskutuar në ministri, një skemë e cila do të bëjë të mundur që të funksionojë. Si do të funksionojë kjo skemë? Në radhë të parë duhet që nga Qeveria Shqiptare e Ministrisë e Bujqësisë të krijohet një fond fillestar ku të gjithë fermerët që do të sigurohen
të japin nga një fond minimal çdo vit. Pra të krijohet një buxhet nga Ministria e Bujqësisë dhe vetë fermerët. Do të thënë duke i menjenuar tani kompanitë e sigurimeve po thonë? Po sepse siç shohim prej vitesh tashmë kompanitë e sigurimeve nuk e marrin një risk të tillë sepse është risk i lartë dhe ju e dini që kur ka riske të larta është e vështirë që kompanitë e sigurimeve të marrin ose do të paguajnë shumë shtrenjtë. Fermerët, gjë të cilën e kanë shumë të vështirë fermerët tanë që ta bëjnë. Tani po thoni, do të krijohet një lloj buxhetit, po themi fermeri, qeveria, pra Ministria e Linjës. Në raste të tilla, atëherë në ky buxhet i krijuar do të dëmshpërblehen fermerët për dëmin e shkaktuar? Do të dëmshpërblehen fermerët. Kuptova drejt? Po, më kuptove shumë drejt, pra fermerët do të dëmshpërblehen fermerët. Normalisht që ju e dini shumë mirë që kushtet atmosferike nuk ndërtojnë tërë bujqësinë e rajonit ose tërë bujqësinë e Shqipërisë, por atje ku do dëmtohen, sapo të jetë mundur të krijohet ky buxhet dhe të krijohet dhe kjo shoqëri, të themi, e cila do të bëj të mundur që çdo fermer të paguaj në vit një vlerë minimale për të krijuar një fond të caktuar dhe ta kemi atë fond për sa herë do të kemi dëme në fushën. Për të realizuar gjë. Me sa ne diskutime kemi bërë me fermerët janë shumë të gatshëm dhe mendoj që kjo do të funksionojë ashtu siç ka funksionuar edhe në vendet e rënda dhe kryesisht ne këtë skemë kemi parë në Turqi ku ata kanë krijuar një fond të tillë jo vetëm në fillim me buxhetin nga buxheti i ministrisë, një pjesë dhe një pjesë nga fermerët, dhe pastaj kjo është rritur në mënyrë të tillë progresive e cila ka bërë të mundur që buxheti të jetë aq i madh, aq i fuqishëm sa që të mos ketë pengesa të përballojë çdo dëm që mund të krijohen nga fatkeqësitë natyrore tek fermerët. Pra vit për vit po bëjmë ç'është e mundur, pra Ministria e Bujqësisë duke marrë edhe mendimet e fermerëve se si mund të krijohet ose si mund të bëhet ose si mund të jepet zgjidhje, por edhe nga ekspertë dhe specialistë të ndryshëm, apo duke marrë dhe shembujt e vendeve të rajonit si ata i sigurojnë këto produkte bujqësore, që ne të kemi të mundur edhe nëse fermerët nuk arrin dot të sigurojnë në kompani siguruese, të kenë një sigurim të tillë ku të mund të dëmshpërblehen për sa i përket pjesës së dëmeve të tyre. Kjo ishte pak a shumë pjesa që ju më bët pyetje që produktet prodhohen, por edhe dëmtohen, por nuk sigurohen. Pra është e vetmja rrugë ose e vetmja mënyrë që fermerët ta kenë të garantuar prodhimin apo zhdëmtimin nga kushtet atmosferike. Një gjë e tillë do të bëjë të mundur që fermerët të jenë më afër tokës, fermerët të jenë më të gatshëm për të prodhuar produkte, jo se në qarkun e Korçës nuk punohet dhe nuk prodhohet. Ju dini shumë mirë që kemi prodhimtari të lartë në disa kultura dhe ecuri të mirë të tyre dhe sidomos si vjet kemi pasur dhe çmime jo në të gjitha kulturat të kënaqshme për fermerët. Po mirë, nuk pranojmë po se ju flisni për çmimet e larta dhe kjo është e vërtetë. Po prodhimi ka qenë i pakët ama. E vërtetë është që prodhimi. Kjo arsyeja që kemi pasur një çmim më të lartë për shembull edhe në dru frutor, edhe qershia, edhe kumlla, edhe molla. Është e vërtetë që ka një çmim në të lakmueshëm për fermerët, por që ka rënduar xhepat e konsumatorëve, pra blerësve, se ne nga një anë mbrojmë prodhuesin, mbrojmë fermerin, por nga ana tjetër nuk kujtohemi fort edhe për blerësin. Pra, ky prodhim i pakët ka bërë të mundur rritjen e çmimit. Aq sa unë pyes, a kanë kompensuar humbjen fermerët me këtë rritje të çmimit? Atëre, e vërtetë është që për shkak të dëmeve apo thatësisë të zgjatur që patëm në verën e sivjetme, rendimentet e produkteve që kanë qenë në nivel më të ulët se sa në një vit normal. Në qoftë se në qarkun e Korçës ne prodhojmë rreth 50.000 ton patate apo 40.000 ton qep apo 120.000 ton moll në kohë më të mirë të mundshme, rendimenti tyre ka qenë më i ulët diku në disa produkte me 20-30% dhe në disa produkte me 10%. Por duhet kemi parasysh që edhe pse kemi pasur kushte jo të mira atmosferike apo edhe rënje të rendimentit, përsëri fermerët kanë bërë të mundur që të kemi cilësi të lartë të produkteve, të kemi sasi të konsiderueshme, janë sasira të konsiderueshme këto, të cilat një pjesë e mirë e tyre gati 30% ruhet në ambiente frigoriferike dhe është normale që të kemi akoma vend për të ngritur frigorifer dhe ambiente ruajtëse,
por që me sa unë informacion kam dhe informacionin që përcjellin specialistët që janë të përditshëm në teren, çmimet e sivjetme kanë qenë të kënaqshme dhe ecuria e shitjes së këtyre produkteve, jo të gjitha produktet, normalisht ka qenë ecuri normale. Normalisht që në qoftë se do të kemi probleme, kjo do të duket në një sezon më të largët, për momentin jemi në këto kushte ku konkretisht në qoftë se do përmend mollën, molla ka shkuar në varësi të varietetit, Fuji apo Star Kingu apo Goldi, nga 45-50 lekë për kilogram deri në 70 lekë për kilogram. Është shitur nga fusha? Është shitur nga fusha dhe ka shkuar në frigorifer. Pra në ambiente frigoriferike Ruajtse apo dhe në tregjet e rajonit siç është Kosova apo dhe vendet të tjera ku ka pasur kërkesë si vit për këto produkte. A mund të flasim kështu dhe për qepën, patatën? Përsa përket pjesës qepës, qepa ka pasur një çmim prej 27 deri në 30 lekë për kilogram, ecuria e shitjes ka qenë e mirë, kurse patatja ka pasur një çmim prej 35-40 lekë për kilogram. Por me sa informacion unë kam, javën e fundit, gati prej 2 javësh, është stopuar pak shitja e këtij produkti, megjithatë, kjo për patatën. Sepse ka hyrë nga Gjermania apo çfarë? Nuk e di nëse ka hyrë nga vendet nga tregjet e huaja, por di të them që ka pasur një stopim të shitjes së këtij produkti nga biseda që unë kam pasur me fermer potencial, kryesisht të zonës të qarkut të Korçës, kur unë kam qenë edhe vetë duke parë produktet e tyre në vend. Mendoj që këto janë të përkohshme, por atë çka ne duhet bëjmë, duhet të mësohemi me tregun, pra ne jemi një vend i cili tashmë aderojmë në Bashkimin Evropian, dhe normalisht të aderosh për të hyrë në Bashkimin Evropian duhet të jesh edhe konkurrent. Do të pyes më vonë. Do të jesh edhe konkurrent. Do të pyes më vonë sa të gatshëm janë pra fermerët, por e kam pyetur më vonë. Jo, duke mbetur këtu. Pse kemi më pak sipërfaqe të mbjellë me grur këtë vit në fushën e Maliqit? Po mbetin, por edhe në gjithë qarkun e Korçës. Çfarë ka ndodhur? Ekonomia e fermerëve shkon duke pasur atë interesin më të lartë kush produkt jep më shumë. Ashtu si çdo njeri dhe edhe familjet fermerë do të mbjellin ato produkte të cilat kanë ecuri të mirë, kanë nivele të larta fitimi. Gruri është një kulturë e cila do më pak punë për fermerët, por nuk jep të ardhurat të larta. Nuk siguron të ardhurat të mjaftueshme ose të larta për fermerët. Edhe gjithmonë fermerët bëjnë përpjekje maksimale për të mbjellë ato kultura të cilat japin më shumë rendiment. Gruri ka pasur që fermerët kanë hequr, pra kanë ulur sipërfaqet e mbjellën me grur. Edhe mos shitja e këtij produkti. Në qoftë se ne kemi pasur rreth 10.000-11.000 hektar të mbjella me grur në qarkun e Korçës, pra është një kultura që ka sipërfaqet më të larta të mbjellës. Pra kanë qenë kulturat bazë për fermerët. Po kemi arritur në 9.500 hektar, pra kemi pasur gati 1.000 hektar më pak. 1.500 hektar më pak në qarkun e Korçës për vitin 2025 të mbjellë me këtë kulturë. Por kjo kulturë është shëndetësuar me misrin, pra kemi pasur rreth misër 5.500, ka shkruar në 6.300 hektar, sepse misri ka pasur ecuri, ka pasur shitje, ka pasur dhe çmim, pra ka shkuar deri në 35 lekë për kilogram, pra që është një çmim i mirë për fermerët tanë. Ka pasur treg. Pra gjithmonë fermerët mendoj që mundohet të gjenë jo vetëm vetët apo edhe duke pasur lidhjet e tyre apo këshillat që marrin nga specialistët tanë, ato kultura të cilat japin një nivel më të lartë ekonomik për të rritur nivelin fitime më të larta për familjet e tyre fermere. Pa diskutim që problematika të ndryshme, bujqësia është një nga sektorët më të vështirë dhe ka problematika të ndryshme në këtë sektor, apo si në futin e teknologjive të reja, si në marrjen e informacionit, ku për ditë bëhen ndryshime për të marrë informacione, por edhe në organizimin e shitjes të këtyre produkteve. Unë do të thosha që në qoftë se do të kishim një organizim më të mirë të fermerëve tanë, në bashkëpunim më të mirë me njëri tjetrin, do ta kishin më të lehtë edhe për të futur teknologjitë e reja, edhe për të dhënë një cilësi më të lartë prodhimit, po më shumë do të kishin akoma më shumë në shitjen, do të kishin një efektivitet më të lartë në shitjen e këtyre produkteve bujqësore. Është e vështirë
që një fermer me një sipërfaqe prej 1 apo 1.4 hektarësh, familje fermer, të jetë konkurrues dhe jo vetëm, por e të shesi produktet e veta. Është e vështirë me atë sasi jo të mjaftueshme për një tregtar që do të vi ta marrë nga vendet e rajonit, apo qoftë edhe tregtar që vinë nga zonat e Shqipërisë së Mesme ku pothuajse popullsia konsumatore më e lartë është më e lartë në këto zona, të lidhi kontrata, të ketë garancinë. Kjo është mundësia e fermerëve, ama nëse ata fermerë do të bashkoheshin me njëri tjetrin, do të krijonin ato shoqata që kemi thënë përpara, këto shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor, do ta kishin akoma më të lehtë, sepse do të caktonin një çmim të caktuar dhe tregtari do të ishte i detyruar që këtë çmim do të jeni më të gatshëm për të përballuar presionin e tregtarit për ulje të çmimit. Ne kemi mbetur duke kërkuar fermerëve nga një anë bashkimin e sipërfaqeve të tokës e pastaj bashkimin e prodhimit. Kaq e vështirë është edhe nëse po pse? Atëre prej vitesh janë bërë përpjekje jo për të bashkuar sipërfaqet, por për të bashkuar mentalitetet e tyre, pra të jenë bashkë në tregtim të këtyre produkteve, përderisa e kanë të vështirë të bashkojnë sipërfaqet ose bashkojnë mentalitetin e prodhimit, të paktën të jenë bashkë në tregtimin e këtyre produkteve bujqësore. Pra, nëse një tregtar do të vinte për të marrë një produkt të caktuar, do të ishte detyruar që të lidhte kontratën me 3, 4 ose 5 fermerë, që ai të plotësonte ato sasi që i kishte të nevojshme. Dhe nuk po flasim këtu për lidhje kontratash me rrjetet e supermarketeve që akoma më mirë do të ishte për fermerët tanë, por e kanë shumë të vështirë t'i plotësojnë, jo vetëm sasit, cilësitë, kohëzgjatjen që ata kërkojnë, pra të lidhesh një kontratë me një rrjet supermarketesh, do të thotë që ti një këtë produkt nuk mund ta kesh vetëm në muajin e prodhimit, pra në shtator apo në tetor, por duhet ta kesh atë ta disponosh edhe në dorë. Në kërkohen investimet e tjera. Po, a i në gjendje për të realizuar këto? Atë po themi pra që duhet që ne të kemi të garantuar shitjen e produkteve tona bujqësore, duhet të krijojmë edhe avantazhet që ajo kërkon, që do të thotë ambiente ruajtje, që do të thotë duhet të lidhim kontrata, që do të thotë duhet të kemi sasira të konsiderueshme, cilësi të lartë. Për sa i përket cilësisë së produkteve, unë jam i bindur tashmë që qarku i Korçës e ka marrë atë shkallën e duhur për të prodhuar produkte cilësore. Ka marrë shkallën e duhur për të futur mekanik në fermat e tyre. Ka marrë shkallën e duhur për sa i përket pjesës edhe të ambienteve ruajtëse të produkteve. Atë çka ka mbetur si hallkë është akoma bashkëpunimi midis njëri tjetrit për të shitur këto produkte, për t'u bërë bashkë. Pra, është një hallkë e cila ajo bashkimi i fermerëve, i prodhimit. Është një hallkë e cila është shumë e rëndësishme dhe nuk është e nevojshme që ne të shpikim diçka. Mjafton që ne të shikojmë çka bën vendet e rajonit, ashtu duhet bëjmë edhe ne. Mirë, po vendet e rajonit kanë një mbështetje krejt ndryshe nga kjo e jona, zoti Gjolla. Ka një mbështetje shumë më të madhe. Por kalojmë një hapësirë reklamet dhe e rifillojmë bisedën këtu ku e lam. I lutem regjis, reklam dhe rikthehemi përsëri në studio. Shkencëtarët e njohur, Zoti Petersen dhe Delaroche, kanë zbuluar se çka i bashkon shqiptarët. Është vetëm Vatani që i bën bashk të gjithë. Vatani i bën bashk edhe Edin me Albinin. Bashkon dhe Vjosën me Ibrën, Tiranën dhe Prishtinën. Bashkon edhe Mitrovicën, Armandon me Agimin, Kuqizingt me Dardanët. Bira Vatan na bashkon. Sajos, dëshiron flok më të fortë? Sajos Keratin Care, performancë lartë. Për të gjitha llojet e flokëve, shampo, balsam intensiv dhe mask, për flok më të fortë dhe më shumë shkëlqim, deri në 95% më pak koputje flokësh. Beson në fuqinë e keratines, për flok të shëndetshëm dhe të bukur. Sajos Keratin, kujtesi për flokët. Dixan. Kur veprat e mira lën njolla të vështira, është koha të japësh më të mirën me xhelin Dixan. Keqje e fuqishme e njollave dhe freski higjienike për lavatricen, për pastërti të përsosur. Dixan, ti gjithmonë jep më të mirën. Mbajeni larg nga fëmijët, është pastërti e thellë, është Dixan. Do ikim në letit ju të sot? Sa në kishe premtuar. You see the
gjithë familjen. Latitude, bounce, climb, fly. Buy it, plug it, load it, press it, love it, feel it, smell, upgrade it. Change it, work it, check it, push it, drink it, taste it, quick reload it. Plug it, touch it, switch it, play it, smell it, feel it, drink it, taste it. Buy it, plug it, load it, press it, love it, feel it, smell, upgrade it. Change it, work it, check it, push it, drink it, taste it, quick reload it. Plug it, touch it, switch it, play it, smell it, feel it, drink it, taste it. Technologic, Lori Cafe, Technologic, Lori Cafe, Technologic, Lori Cafe, Technologic. Në qendër të Tiranës, Emerald Mall and Residence sjell për ju brendet më cilësore në një destinacion të vetëm. Hamleys, dyqani më i vjetër i lodrave në botë. Spar, Comodita Home, GoTech, Rossmann & Lala, Gamma Home Decor, Cowboy Candy Store, Euro 1.3, Shio Krem, dhe risia jon më e re, mbi 100 dyqane me shumicë dhe pakicë për të përmbushur të gjitha nevojat tuaja në katin -1 të qendrës. Emerald, where shopping is fun. Adresa Rruga 5 Maj, Tiranë. Cool up, cool up, cool up, cool up, cool up, cool up, cool up. Get it, 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 get it. Missy in this doing you ain't never seen. Cool up, cool up, cool up, cool up, cool up, cool up, cool up. Kush, ato tjera ta, si eksat e mi, prej që ndove për ty në shumë ma mirë po Nina. Kristose! Jemi rikthyer në studio, jemi drejt për drejt në emisionin Konak këtu në televizionin Sot7. Sonte në Konak jemi me drejtorin e bujqësisë të rajonit të Korçës, kur them të rajonit të Korçës, kam parasysh qarkun e Korçës, të Elbasanit dhe Beratit, pra me drejtorin e këtij rajonit Vullnet Gjolla. Gjolla, para se kalojmë në hapësirën e reklamës, ishim tek ajo mbështetja financiare që pra qeveria shqiptare, Ministria e Linjës i jep fermerëve shqiptar, por që ajo unë thash në krahasim me vendet e rajonit nuk është ajo e mjaftueshme, e duke mos qenë e tillë, edhe sipas fermerëve e kanë të vështirë për të qenë konkurrues me fermerët e këtyre vendeve që kemi thjesht shumë afër, në Maqedoni, në Greqi, pa shku në Kosovën tonë, e pa thënë në Serbi, e pa thënë në Malëzi, e pa shku me tej. Pse? Pse si jemi kaq konkurrues, nuk e kemi këtë mbështetjes që ka nga vendet e rajonit. Unë atë që ka desha të thema është që çdo vit qeveria shqiptare apo Ministria e Bujqësisë ka arritur masën e buxhetit të shtetit, buxhetit të subvencioneve. Pra nëse do të flasim disa vite më përpara kur buxheti ka qenë rreth $30-40.000 për 30-40 milion dollar për sa i përket pjesës mbështetjes, kemi arritur deri në 55-60 milion dollar në pjesën e mbështetjes për të gjithë vendin, jo vetëm për rajonin tonë. Normalisht këto janë shifra të cilat janë publike dhe dalin edhe nga Ministria e Bujqësisë. Por si vit kemi një risi ose një ndryshim përveç sasisë së buxhetit që caktohet nga Ministria e Bujqësisë çdo vit për vitin e ardhshëm, ku kemi pasur skemën e subvencioneve në pagesa direkte dhe skemën e subvencioneve në investime vitin e kaluar. Si vit kemi pasur 3 skema, skemën e subvencioneve me pagesa direkte, skemën e subvencioneve në investime dhe garancinë sovrane. Pra vit për vit ka pasur ndryshime dhe vit për vit ka pasur rritje të buxhetit të Ministrisë së Bujqësisë për skemën e subvencioneve. Dhe vitin e ardhshëm nga data 1 janar të 2026, dhe ky është një lajm që sapo e ka lançuar dhe Ministri i Bujqësisë, Zoti Andi Salla, i cili do të bëjë një ndryshim në përveç skemave që kanë qenë, do të përafrohet legjislacionit të Bashkimit Evropian për ku ne aderojmë dhe do të kemi dhe skemën e
pagesës për kilogram. Pra fermeri do të marrë 10% të vlerës së të vëshesë për të gjitha produktet që do të ketë një faturë tatimore. Këtë faturë brenda në fund të muajit do ta dorëzoj në institucionin e drejtorisë tatimore dhe do të marrë pagesën në llogarinë e tij në bankat e nivelit të dytë. Pra kemi një ndryshim përveç skemave që kemi pasur çdo vit, përveç 3 lloj skemash që kemi pasur çdo vit, do të kemi edhe këtë skemë e cila është risi për 2026, e cila, ashtu siç e thash pak më parë, i përafrohet edhe legjislacionit të vendeve të Bashkimit Evropian, e cila bën të mundur zbatimi i kësaj skeme, bën të mundur edhe formalizimin e fermerëve tan. Pra, çdo fermer i cili do të shes një produkt bujqësor, do të dorëzoj faturën apo autofaturën e marr nga tregtari ku ai do ta tregtoj apo furnitori të cilin ai do të furnizoj dhe do të marr 10% të vlerës së të vëshesë së kësaj fature nga bankat e nivelit dytë, por në kohën që do ta dorëzoj në drejtorinë tatimore të qarkut përkatës. Edhe kjo është një masë e marrë e cila rrit buxhetin e subvencioneve dhe me sa unë informacion kam për vitin e ardhshëm, buxheti i Ministrisë të Bujqësisë për skemën e subvencioneve do të rritet me masën 4 deri në 5% nga viti i së vjetëm, përveç se do të shohim edhe ç'ndodh, siç ndodh çdo vit, rialokimin e fondeve në qershor të çdo viti. Pra vit për vit kemi një rritje të buxhetit të shtetit për skemat subvencionuese. Pra janë skemat të cilat normalisht kërkojnë si të thuash përgatitjen e fermerëve, ndihmën që u japin këto skema për të ulur koston, për të plotësuar atë zinxhirin që ne diskutuam që në fillim dhe për të qenë më konkurrent me tregun e Bashkimit Evropian, ku ne pretendojmë dhe aderojmë që shumë shpejt në vitet e ardhshme do të jemi pjesë e këtij tregu. Nuk është vetëm një hallkë e cila do të bëjë të mundur që të jemi konkurrues në treg për atë ulim kostot. Janë disa hallka të cilat e bëjnë të mundur që këto produkte apo këto kosto të jenë në nivelin e duhur dhe kostot të jenë konkurruese në treg. Ashtu siç e pam pa diskutim, siç e thamë që subvencionet janë njëra hallkë. Pjesa tjetër është lidhja e kontratave, hallkë e dytë, rritja e cilësisë, hallkë e tretë, futja e teknologjive të reja, hallkë e katërt, apo modernizimi i mekanikës bujqësore në bujqësi. Këto kërkojnë mbështetje sepse fermerët e kanë të vështirë për të realizuar të vetëm këto gjëra. Po pa diskutim që kërkojnë mbështetje dhe ajo po ndodh, pra çdo vit kemi edhe përmirësim të skemave, edhe skema më shumë se sa kemi patur vitin e kaluar, por edhe buxhetin më të lartë se sa vitin e kaluar. Për qenë pak më konkret, unë të paktën në pyetjen time, nuk e di se sa do ta marr përgjigjen nga ju. Fermerët pra në të shumtën e rasteve fshesin lirë. Konsumatori paguan shtrejt. Përse vjen kjo? Pra një fermer, për ta bërë më konkrete, për ta kuptuar, edhe ata që janë duke na ndjekur sonte në këtë emision të drejt për drejt në televizionin Sot Shtat, një fermer e shet 1 kilogram moll, po themi 50 lekë. Në treg e blejmë 2 fishin e këtij çmimit. Çfarë ndodh? Si ta kuptojmë këtë? Atëre, pa thënë edhe 3 fishin e kësaj. Atëre, e drejt pyetja, edhe unë jam pjesë e tregut edhe pjesë e konsumatorit edhe po jam ndjekët shumë i miri i çmimeve të fermerëve që shesin produktet e tyre nga ferma, por normalisht jam edhe konsumator dhe shoh këto çmime edhe në tregun e blerjes së produkteve. Po përveç kësaj hallke ka një hallkë në mes, që është hallka e tregtarit, pra është tregtari ai i cili bën të mundur. Ju dikton çfarë? Atëre, tregtari ju imponohet, ja dikton ose krijon mundësinë për të marrë sa më lirë çmimet në fermën e fermerit shqiptar dhe e realizovi këtë. Ja merr shumë lirë fermerit. Në treg është 2 fish, 3 fish më shtrejt. Shko, thash 1 kilogram moll, 50 lekë. 150 lekë gjën treg. Ja të tas qarë pak. Atëre, për sa i përket pjesës së blerjes produkteve të produkteve nga tregtar tek fermeri,
normalisht ju e dini shumë mirë që faturën tatimore duhet ta lëshoj shitsi, ndërkohë që fermeri tonë nuk është i përgatitur për të lëshuar faturën. Sepse duhet të bëhen bashkë që ata të kenë mundësi edhe të krijojnë licenca. Fermeri tonë ka të vështirë të licencohet, të regjistrohet në drejtorinë e tatimeve, me idenë që do të jetë pjesë e pagesës së taksës apo pjesë e pagesës së sigurimeve shoqërore, gjë e cila ata i ndihmon, nuk është se i dëmton. Por duhet të arrijmë të kuptojmë që do ta kemi të vështirë në momentin që nuk formalizohemi, nuk bashkohemi, nuk ushtrojmë presion ndaj tregtarit për të patur çmime, apo nuk kemi mundësi të lidhim direkt prodhimin me tregun ku atje konsumohet produktet tona, atëherë tregtarët e mesëm do të bëjnë të mundur që ndryshimin e çmimeve ta bëjnë sipas kërkesës së tyre. Nëse kërkesa në treg e këtyre produkteve është e lartë, ata do të arritin çmimin. Edhe ndërkohë ushtrojnë presion tek fermeri duke ja ulur çmimin me idenë që këto produkte nuk i ka të cilësisë së dur ose nuk shiten produktet. Nëse do të jenë bashkë fermerët dhe do të vënë kritere, do të vënë kushte para tregtarëve, ato do të kemi një ulje të diferencës së produktit të marrë në fermën shqiptare me produktin që shitet në tregun vendas. A janë të gatshëm fermerët shqiptarë për të qenë konkurrues nesër kur ne të aderojmë në Bashkimin Evropian? Çdo ditë kemi, siç e thash edhe pak më parë, jo vetëm rritje të cilësisë, por edhe rritje të zmadhimit të fermave. Tashmë unë mund të flas me bindje që në qarkun e Korçës të paktën ka ferma me një sipërfaqe prej 20-30 hektarësh janë të shumta, por edhe me sipërfaqe edhe me të mëdha, pavarësisht se këto sipërfaqe nuk i kanë me certifikat pronësie apo me kontratë notariale, por ka ferma dhe fermer që nganjëherë edhe ne habitemi me 300 hektarë, që edhe janë ferma që edhe në vendet e rajonit i ke të vështira të gjesh. Përveç se kemi një sipërfaqe që kanë marrë fermerëve me ua përdorje, por vetëm që kemi një formalitet, sepse nga që janë sipërfaqe të vogla i bie që një fermeri potencial që merr 300 hektara, 200 hektara apo 250 hektarë me kontratë duhet të shkojnë në noteri gjatë gjithë kohës duke bërë kontrata me fermerë të cilët i kanë dhënë këto sipërfaqe me qira, kur ne dim shumë mirë që sipërfaqet janë cop dhe janë diku 2 lymë, diku 5 lymë, diku 7 lymë, pra janë sipërfaqe të vogla dhe i bie që vlera e kontratave të bërë nga fermeri potencial i cili ka marrë me qira të ketë një kosto shumë të lartë. Pra përsëri themi që kemi një mangësi të cilën do ta kemi shumë të vështirë për ta kaluar me vite me radhë, derisa të krijohen fermat potenciale, derisa të krijohen fermerët potencial, të cilët do ta bëjnë të mundur që të kemi futjen e teknologjive të reja më lehtë, subvencionet më lehtë për t'i dhënë, uljen e kostove të produkteve më lehtë. Pra atë çka ju thatë, a është fermeri tonë gati për të hyrë në konkurrencë me fermerët e Bashkimit Evropian? E dim shumë mirë që në Bashkimin Evropian fermerët edhe nëse kanë qenë me sipërfaqe të vogla kanë krijuar shoqatat e tyre dhe i kanë bashkuar këto sipërfaqe për të përfituar nga skema subvencionuese, për të qenë konkurrent, për të futur teknologji të reja. E njëjta gjë duhet ndodhë edhe në ne. A ka filluar të ndodhë? Unë jam i bindur që ka filluar të ndodhë, por ka akoma informalitet brenda këtyre fermave potenciale. Pra, nëse do të kishte formalitet pra në kuptimin e lidhjes kontratave, që të quhen formale, të marrë një kontratë 10 vjeçare me noter dhe jo ta ketë atë kontratë në përmjet do t'i duhet të bëjnë 5-7 kontrata, nisur nga fakti që pse fermerët të cilëve ju ka marrë tokën ose kërkon të bëj kontratë ka një sipërfaqe shumë të vogël. Po pra duhet këto vështirësi duhet ka përsyer. Dhe do të ka përsyen duke i bërë ato ca nga ca dhe çdo vit. Në të kundër do ta kemi të vështirë. Pra, është e vështirë që një fermer me 1.4 hektar të dalit konkurrojë në tregun e Bashkimit Evropian. Ama fermer potencial, që unë t'jap me shembull konkret në qarkun e Korçës, që ka fermerë që kanë 60 hektar të mbilla me pemtore, kanë 10 hektar të mbilla me pemtore, kanë 100-150 hektar të mbilla me patate, kanë 300 hektar, 200 hektar të mbilla me mistër.
Këta janë fermer potencial që edhe në fermat e vendeve të rajonit do të them që nuk ka fermer me sufraqe kaq të mëdha. Pra, këto janë ato hapa të cilët është i vogël, nëse këto kanë me huapërdorje me këto domethënë marrje me kontrata me bashkëpunët e noteri, fermerët e rajonit që mund të kenë nga 20 deri në 50, e pa thënë 150 hektar i kanë edhe pronë tyre zoti Qolla. Pra nuk i kanë me këtë lloj mekanizmit ma jep token urdhër leket, siç mund ta bëjmë ne, ashtu siç po thoni ju. Pra nuk ka, se përderisa nuk shkon tek noteri, kjo kontratë nuk ka formën ligjore, mendoj unë. Pa diskutim, atë desha thosha, pra duhet që me patjetër këta fermer të formalizohen në kuptimin e plot të fjalës që o të kenë kontrata notariale ose të kenë kontratat e shitblerjes të tyre duke marrë me certifikat pronësie. Që ta kenë më të lehtë në futjen e mekanikës bujqësore, ta kenë më të lehtë në futjen e teknologjive të reja, të kenë cilësi më të lartë të produkteve dhe fidan edhe farafidan të kontrolluar. Pra të gjitha këto janë ato hallka të cilat bëjnë të mundur që ne nesër të jemi konkurrent, të krijojmë mundësinë edhe të lidhje të kontratave, sepse normalisht një fermer që ka 200 hektar me çfarëdo lloj produkti që ka, me atë sasi që ai prodhon, e ka mundësinë që të bëjë edhe magazin, të bëjë edhe frigorifer, por edhe të lidhë kontrata me tregtar që vinë nga vendet e rajonit, apo edhe me rrjetet e supermarketeve, apo me çdo lloj tregtari tjetër që mund të tregtojë brenda vendit. Nëse do të jemi të vegjël, gjithmonë do ta kemi problem. Ama nuk mund të themi ky është problemi kryesor, për sa kohë ne jemi fermer të vegjël, nuk do të jemi konkurrues qoftë edhe me vendet e rajonit pa shkuar tek ato të Bashkimit Evropian nesër? Jo, se sot ne jemi konkurrues, dhe kjo duket nga ato çka ne eksportojmë. Pra siç e thash, nëse në vitin 2024 ne kishim rreth 2500 ton eksport të produkteve bujqësore, qofshin këto pemë frutore apo bim apo fruta perime, apo edhe të përpunuara, apo edhe bim medicinale, nga janari në shtator të 2025 kemi pothuajse 2 fishin e këtyre eksporteve. Kjo do të thotë që kemi një rritje cilësisë, po atë çka ti më the më përpara, unë nuk pretendoj se duhet që fermer. Flasim për eksporte, flasim për bim medicinale, flasim për kultura bujqësore, flasim për perime, flasim për fruta, flasim edhe për bim mjekësore, flasim edhe për produkte bujqësore të përpunuara. Këto janë ato degët kryesore të cilët bëjnë sasit që unë përmenda pak më lartë në eksporte. Jo, a di pse, zoti Gjolla, sepse kur mendoj, unë po shkoj tek molla, kur fermeri shqiptar në minimum sipas tyre prodhon 1 kg moll me një kosto që shkon 170 lek, pra 17 lek të reja, deri në 24 lek për kilogram në varësi të trajtimeve që i ka bërë sipërfaqe me moll. Si mund të jetë konkurrues mbi fjalë me fermerin serb që prodhon në maksimum deri në 15 lek për kilogram moll? Pra ne shkojmë 17 në minimum deri në 24 në maksimum në varësi të trajtimeve, ndërkohë që fermeri serb shkon me cilësi ekstra, shkon deri në 15 lek për kilogram. Pra, si mund të jemi pastaj me vendet e rajonit që kanë sipërfaqe shumë herë më të mëdha? Pra, a mund të jemi, nuk po them në cilësi, se mbase mund ta kemi, por në kosto, në çmim, kur ata prodhojnë me kosto shumë të ulët, janë më të fituar, kam përshtypjen që mund të jemi ne konsumatorët, se sa mund të jenë fermerët shqiptar, qoftë edhe të rajonit të Korçës. Ky është mendimi im, nisur gjithmonë nga kronikat dhe shqetësimet e fermerëve të juglindjes vendit. Ne prodhojmë me kosto shumë të lartë edhe për shkak të mosmbështetjes sa duhet. Ju thoni sipërfaqe të vogla, nga një anë, por kemi 163 fermerë potencial dhe super potencial në bujqësi dhe blegtori. Fermerë që kanë nga 20 deri në, nuk po shkoj të 300, po metëm deri në 200 hektar me kultura të ndryshme bujqësore. Pra, edhe këto vetë fermerët kanë shqetësime, nuk kemi konkurrues me ato të vendeve rajonit, pa shkuar tek Bashkimi Evropian. Andaj pyeta, a mund ta kemi nesër të vështirë? Se unë si konsumator jam i bindur, do të jemi fituar. Nuk do ta blej mollën me 1500 lek të vjetra kilogram, do ta blej me lirë, një mollë gjermane, një mollë çeke, një mollë polake, një mollë moldave, pa thënë mollë të vendeve tjera. Pra, unë jam i bindur që konsumatori do të jetë më i fituar, por fermerët a janë të gatshëm për të qenë konkurrues me këto vende. Atëre, se fola shumë.
Jo, nuk fole shumë, ju dhatë mendimin tuaj, normalisht unë do të shpjegoj ato që... Edhe si gazetar terrenit, që e njoh mjaft mirë situatën, por edhe si konsumator, se në fundit edhe unë jam i detyruar të ushqehem e për të ushqyer do t'i drejtohem tregut, por kur është abuzues treg për shkak të kostos së lartë sipas fermerëve, prodhojnë me kosto të lartë, shesin shtrenjt, ai që merret pa kënaqur dhe fillon pa thënë në fjalë kështu se mënyra ku shkon treg edhe vjen me 2 qese në shtëpi, në momentin që i dorëzon mbi tavolinë, fillon e skontrollon edhe çfarë thua. Për shkak të këtyre çmimeve që ne kemi shumë të larta, në një rand tregtarët thonë i shesim lirë, fermerët, tregtarët i shesin shtrenjt. Por kjo iku, por a jemi konkurrues me vendet e Bashkimit Evropian nesër. Sa cilësi do kemi, e sa të gatshëm do jemi me i thanë fermerit Evropian, kujdes, si jemi edhe ne këtu. Atëherë unë do të shpjegoj pak më përpara ne diskutuam dhe shpjeguam pjesën pse ka një ndryshim kaq të madh midis shitjes së produkteve bujqësore nga fermeri, i cili normalisht mbetet i kënaqur, dhe tek konsumatori, i cili përsëri nuk mbetet i kënaqur për shkak të çmimeve të larta, kurse fermeri për shkak të çmimeve të ulta. E thashë janë disa hallka të cilat duhet të gjejnë atë rrugëzidhjen e vet, pra fermerët duhet të bashkohen, të jenë më presion dhënës ndaj tregtarëve, por normalisht që kur ata të formalizohen në kuptimin e mirë që të krijojnë ato shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor, mund të krijojnë edhe tregjet e veta të shitjes produkteve pa e kaluar hallkën e tregtarit që pretendohet që fiton më shumë tregtari se sa fermeri vet apo konsumatori që ankohet që tregtari ka arritur shumë çmimin, megjithëse në pjesën e rritjes së çmimeve, nga kontrollet që duhet ushtrohen normalisht që ushtrohen nga institucionet përkatëse, nëse ky çmim është real dhe çohet me po është abuzues, atëre normalisht që nuk është i drejtë dhe duhet që nga instancat ose nga institucionet të cilat duhet të ushtrojnë kontrolle në pjesën e prerjes faturës. Kontrollet i bëni edhe ju, jo, në pjesën ne nuk kemi, ne jemi sektor këshillimi. Nuk jemi sektor kontrollit të çmimeve. Por atë çka desha të them që është shumë e rëndësishme është pjesa nëse që ju pyetet nëse ne fermerët tana i kemi të gatshëm për të qenë konkurrues me vendet e rajonit dhe thate që çmimet ose kostot e produkteve në vendet e rajonit janë më të ulta se sa kostot e prodhimit të produkteve bujqësore. Për gjithë ato që ju thatë, sipërfaqe të mëlla e të tjera. Po ja ti shpjegoj, më lejo ti shpjegoj se çfarë po ndodh dhe sa të gatshëm do të jenë fermerët tanë që të jenë pjesë e këtij tregu. E para që do të them, me gjithë vështirësitë që ka pasur qoftë në skema subvencionuese apo vlerën që duhet të marrin fermerët, apo edhe probleme të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me problematika siç kanë të bëjnë me dëmet që pësojnë fermerët tanë. Edhe megjithatë ne jemi rajon, edhe Shqipëria është një vend i cili eksporton. Pa diskutim që ka hallka të cilat nuk janë të zgjidhura dhe pa diskutim që ju me të drejtë thoni që mbase masa e subvencionit nuk është në nivelin e duhur. Por duhet ka mbështetjen e duhur për cilin po thoni edhe ju, edhe fermeri ka të vështirë të jetë konkurrues gjithmonë për shkak të kostos. Pra nëse nuk ka të njëjtën mbështetje siç ka bie fjala fermeri i vendeve të rajonit, po shkojnë në Maqedoni, po shkojnë në Greqi, po shkojnë edhe në Kosovë. Atëherë, a mund të jetë konkurrues kë me këto vende? Ne nuk jemi konkurrues me vendet e rajonit për shkak të mbështetjes. Po qartë, por ma lër ta them se mendoj që unë atje do ta shpija mendimin dhe identimin dhe do ta vazhdoj përsëri. S'ka problem, nuk ka problem. Thjesht dua që edhe teleshikuesit të jetë i qartë në rrjedhën e mendimeve që ne japim, që edhe ata fermerë që na dëgjojnë të arrin të kuptojnë që pa ndodhur këto ndryshime do ta kemi të vështirë. Megjithatë unë do të jap mendimet e mia me atë eksperiencë që unë kam prej disa vitesh në këtë sektor dhe me sa unë kam parë në vendet e rajonit. Pra, që ne të jemi me kosto më të ulta akoma, normalisht unë mendoj që ka disa hallka të cilat nuk funksionojnë ashtu siç duhet. Jo vetëm që qeveria shqiptare mbase duhet të ketë në nivel më të lartë subvencionimi, por nuk është problemi tek niveli i lartë i subvencionimit, me sa kuptoj. Problemi qëndron tek mundësia, plotësimi i dokumentacionit edhe i kriterëve për të thithur këto vlera.
Në qoftë se ne kemi ngritur disa skema subvencionuese dhe një nga skemat e fundit ka qenë këtu edhe 4 vjet tashmë, skema naftës ku të gjithë fermerët që kanë aplikuar, të paktën 99% e tyre kanë përfituar nga kjo skemë, ka pasur me të drejtën, domethënë unë mund ta them pavarësisht se duket pak e gabuar dhe në një abuzim. Në kuptimin që dikush ka aplikuar pa menduar ose pa e shfaqur atë që e ka dhënë me qira diku tjetër dhe këtu në këtë rast na ka ardhur na është ankuar fermeri që ka marrë me qira, por e ka marrë pa dokument. Po një sekond. Jo, nuk do të dal këtu, po do. Jo, po do ta nxjerr unë pse kemi bërë ndryshime. Duke pasur vit për vit problematika të tilla dhe duke parë që çdo lloj problematike nacionale konkrete. Po një sekond. Pra, jo, më fal lutem, sepse unë ta kam lënë tokën time si fermer. E cop letër, s'ke vajtur në noteri. Pa shku te noteri. Pa. Naftën e kam marrun me certifikat pronësie, ta themi shqip. Kurse ky shkreti, ky fermeri super potencial, që ka marrë tokën një 100 fermerëve e ju ka paguar dhe parat, naftën se ka marrë. Po, sepse nuk e ka mundësinë të lidhë kontratë, se s'ka lidhur kontratë, sepse nuk kanë. Se të ndërpreva, por po unë vetë do ta them cilat janë hallkat që kemi pasur problematika. Po. E ketë vështirë me ma thonë këtë që po. Jo, po s'ta them, se kam të vështirë, unë e them, por unë dua t'jap zgjidhjen e këtij problemi. Çfarë zgjidhje, por vit për vit kemi pasur probleme të tilla dhe prandaj është menduar të bëjmë ndryshime të tilla. Dhe konkretisht, si vjet do të bëjmë një ndryshim, atë çka unë thash pak më përpara, që do të jetë me kilogram. Pra, një fermer i cili nuk e punon tokën, por e ka dhënë me qira, nuk mund të përfitojë. S'ka se si të përfitojë se s'ka prodhim të shesi. S'ka prodhim për të shesi. Çfarë do shesi? Atëre, ai fermer, edhe pse nuk bëri hallkën e parë, që ishte e detyrueshme ta bënte një kontratë me personin të cilit i ka marrë sipërfaqen e tokës. Që e ka bërë, po jo, e ka bërë në mënyrë fiktive, nuk e ka bërë, po një sekond. Siç funksionojnë? Jo, nuk funksionojnë kështu, jo, funksionojnë në rregull, funksionojnë çdo gjë në rregull. Thjesht është mos pasja dëshirë ose mos qoftë nga dhënësi apo qoftë nga e qiramarrësi për shkak të vlerës së ka. Jo, lutem. Më fal, ky fermeri i cili ka dhënë tokën pra tonin frokut, ka marrë edhe parat me ka marrë edhe parat, shkon ky komisioni që shkon e verifikon. Po. Sepse ky ka një certifikat pronësie në dorë, edhe thot mund takon nafta. Po. Ku në fakt i ka marrë leket atij tjetrit, atij fermerit super potencial apo potencial, dhe ky komisioni shkon me verifiku, ore, unë e di që e ke tokën. Po prodhimi kujt është? Te kjo që po del ti tani. Atëherë ja ta them unë. Pra, ky fermeri super potencial e ka prodhimin, se e ka mjell vet, pret ta korr, pret ta vjel, pret gjërat e tjera, naftën se merr ky. Po më lejo pa ta them. Po pra, po thuaj. Po mos ma thuaj kështu. Jo, s'ta them ishun. Unë ta them, unë ta them troç. Tek fermeri super potencial, se bëni mirë edhe për ta mbrojtur. Atëherë, po normalisht që duam të mbrojmë fermerët potenciale dhe normalisht që duhet të shkoj atje ku duhet. Po pra, sa subvencione. Po një prodhimi. Ku e ke prodhimin? Të marrësh të. Po. Atëherë, para se të shkojmë atje, do të them edhe tjetrën. Çdo vlerësim që bëhet në bazë të një dokumenti, nuk bëhet në bazë të një fjale. Mos i shtyn fermerët tanë që akoma të vazhdojnë me kontrata me fjalë. Mos i shtyn, po një sekondë. Po jo, se kemi shtuar. Dhe keni verifikuar? Jo, s'kemi shtuar, po nuk jem. Po mirë, ka shkuar i drejtorisë së bujqësisë të Bashkive Përkatëse. Po jo, më dëgjoj. Po kush i verifikon këta? Po një sekondë. Po pra? Po një sekondë. Jo, unë po pyes, kush i verifikon? Atëre ka një institucion përkatës që bën verifikimet. Okay. Atëre duhet dokumenti që ta verifikojë, nuk e paraqit fermeri potencial dokumentin. Duhet një dokument, duhet një kopje harte, duhet një tapi, nuk ja jep ai. Nuk e ka. Pra fermeri që ka shu tokën në qira. Jo. Se jep. Nuk e. Jo, po pse se. Po e punë e tij se çfarë, ama nuk jep. Abuzues, po shiko, kontrolli administrativ është kontroll administrativ, që do të thotë, unë kontrolloj dokumenta. Në qoftë se ti nuk më paraqit dokumenta, me të thënë që unë kam marrë me qira tokën e dikujt tjetër, nuk mund të jepet nafta. Dakor? Po pastaj themi ne rritur fermat potenciale dhe ne rritur, po pa diskut. Po këtë po themi. Po për një sekond. Po këtë po themi pra. Po themi që në qoftë se ne nuk bëhemi formal, do ta kemi të vështirë. Duhet të bëhemi formal, që të jemi të bindur, po su bëm formal, po su bëm me dokumenta. Do ta kemi të vështirë, nuk të një njeri, jo vetëm në Shqipëri.
As në një vend të Të bashkëtorë. rregulluara marrëdhëniet. Po pra, edhe ne po mundohemi të rregullojmë. Atëherë, një nga skema subvencionuese, të cilat e shohim që ka shtrimërime dhe nuk shkon haka tek i Zoti, siç e themi ne nga fshati, se u qytetit thonin ndryshe, atëherë do të bëjmë të kundërtën, do të japim për kilogram. Çfarë po jam kundër? Këtë pra, Gjendet ajo e cila ajo rrugë, funksionon. po atë pra them. Se në një anë thoni, doni mbështetje, të kesh më shumë, pra 1 hektar tokë. Doni mbështetje, të kesh 50 familje bletare, pra koshere. Po. Doni mbështetje, duhet keni kaq. Doni mbështetje, në një anë po zhdukum fermat familjare për shkak të rritjes së fermave potenciale dhe superpotenciale. Unë nuk jam kundër. Por fundja fundit, ky fermeri që ka këtë certifikatën e produksisë, ja tund ati që do më ba i mall, më marrë edhe mbështetje. Ore, do ta marrësh se tokën do ta po, se unë do iku një 3 muaj në emigracion. Qose e don merre kështu, pa rregulla. Dhe ky i shkreti thot po. Shkoni ju. Atëherë, me sekond nuk shkojmë neve, jo. Ka institucione përkatëse për atë punë. Atëherë, pse duhet ja marrë jo, unë do të bëj një pyetje, normalisht që gjitha pyetjet që më ke bërë, unë jam përpjekur që t'ja përgjigj, do të bëj një pyetje, pse fermeri ja merr pa karta, pa vetëm noteri? Por unë jam kundër këtyre rregullave. Atëherë, sepse në nenin 39 të Kodit Civil thot kontrata rregullohet me spalve me një diçka që quhet kontratë e noterizuar. Ky fermeri super potencial, me sa duket, e ka të vështirë për ta bindur këtë fermerin e vogël, t'ja japin këtë sipërfaqe kështu brenda këtyre rregullave. Dhe kanë operuar kështu, pa rregulla, pa gjëra. Po edhe ne. Ama edhe ne. Atëherë ne themi, ky njeri thot, do kështu, se unë do iku në emigracion. Nuk do rinë në Shqipëri. Do rinë pa formalizuar të rjetën. Se kështu i bie. Po pse si bindin bides 35 vjeç? Si do ta bindin? Po ata janë kontrata midis palëve, po si bindin, nuk i bindin institucionet të bëjnë atë. Ata vetë duhet të jenë të bindur. S'ka se si i bindin institucionet. Pse merr naftën ky që ka? Jo, nuk e merr naftën ai. Po jo, nuk e merr naftën ai, po nuk e merr. Që janë duke na dëgjuar fermerët. Po pa diskutim, pa telefonin këtu pastaj. Po një sekond. Dhe nuk dalin deri nesër në mëngjes. Po më lejo ta them, më lejo ta them. Po s'më lejon, se po të më lejosh, më lejo ta them. Shiqur që nuk kujtova me të ndërprer pak tani, se deri tani tek shumë mirë që më ndërpret, se edhe pa ndërprer edhe pa më thënë edhe pa debatuar normalisht çdo kishte kuptim, ama ideja që ndron shumë. Në qoftë se ne nuk krijojmë kushtet pa kundër. Po atëherë, fermeri shkret e ka, shiko, një super... Jo fermeri, nuk është i shkret fermeri. Një fermer super potencial nuk po e jep emrin, e njeh shumë mirë në fushën e Malicit. Kultivon grur dhe misër. E pyeta çfarë bën si vjet. E kam dorëzuar kompleta, nuk rrit merrem kështu. Super potencial, 150 hektarë të mbjella me misër dhe grur. Po. Do me ta thënë emrin? Jo, po e di unë, se është në vetë ma thua emrin. Se nuk është mirë ta bësh publike. Cila, pra, se nuk ma lejon ai. Cila është arsyeja që ky iku, për shkak të këtyre rregullave që ai nuk arritet dot. Ju e ka marrë tokën, ai merrte naftën, ky s'merrte asgjë. Atëherë, duhet ky fermeri, që ne e njohim shumë. Që shoku joti, edhe jemi. Edhe joti bashk. Duhet të mësohet me rregulla, ashtu siç bën në punën e vet me rregulla, duhet të mësohet edhe në këtë punë me rregulla. Në qoftë se nuk do bëj kontrata, që të jetë i sigurt dhe i garantuar për çdo lloj produkti që ai prodhon dhe për çdo lloj subvencioni që jepet, atëherë me fjalë goje është e vështirë. Nuk ka njeri sot, dhe ti e di shumë mirë, që ka kontrollin për këtë punë, që të japi një subvencion pa paraqitur dokumentacion. Po pse e merr ky që ka thjesht një certifikat pronësie dhe nuk ka bërë asnjë lloj plugimit, asnjë lloj më dëgjoma. Prashitjet, asnjë lloj mbjelljet, asnjë lloj vjeljet, asgjë. Pse e merr ky? Jo, nuk e merr, nuk është e vërtetë që e merr. Po kjo është e vërtetë. Po jo, më nuk është e vërtetë. Ja ta them unë që s'është e vërtetë. E vërteta është kjo që do të them unë tani, që normalisht ka fermerë të cilët duan të apuzojnë në pjesën e aplikimeve me dokumentacionin që kanë. Po tek nafta, se ajo mbetet se këto skemat e tjera s'ke çfarë bën me. Ato kanë marrë gjithë. Është mbyllur kjo histori. Atëre prandaj dhe ne mundohemi të ndryshojmë, sepse kemi parë që ka pasur abuzime. Po jo se e kanë marrë të gjithë ata që kanë aplikuar, po ka pas abuzime dhe ne po bëjmë përpjekje maksimale që këto abuzime, sado qoftë përqindja e tyre të abuzimeve, të mos ketë me duke e kthyer për kilogram. Atëre, ai fermer i cili nuk do të ketë
me sasi të prodhimit s'ka se çfarë fature të marri dhe nuk do të marri. Pra, mundohemi të gjejmë ne forma për t'i formalizuar. Dhe nesër ai do të jetë i detyruar që t'ia jap dokumentin atij fermeri që ja kërkon ose të verë në noteri. Në të kundërt s'ka për të marrë asnjë lloj subvencioni. Pra, edhe pse themi që duhet çdo lloj veprimi ashtu siç edhe në punët e tjera, jo vetëm në bujqësi, po në çdo lloj pune tjetër, që ne kemi në jetën e përditshme, duhet të funksionojë me kontrata të rregullta, me dokumentacion të rregullt, se po shkojmë drejt Bashkimit Evropian, atëherë po përpiqen institucionet që të krijojnë skema të tilla, të cilat të ulin në maksimum abuzimet që mund të bëhen. Atëherë ky fermeri potencial, që ne përmendëm pak më lart, nëse deri sot është mërzitur me pjesën se nuk bënte dot kontrata, atëherë sot mos mërzitet nga data 1 janar i 2026 do të ketë të drejtën të dorëzojë në tatimet faturën e shitjes së produkteve apo blerjes së inputeve që ai përdor për mbjellje, pra shiko, edhe në shitjen e produkteve, edhe në blerjen e inputeve që përdor në plerimin e tyre, në tatimet dhe do të marrë 10% e të vëshës. Ai person që nuk e mbjell s'ka as çfarë ble, as çfarë shet. Pra janë të gjitha këto ato masa që po merr Ministria e Bujqësisë, drejtoria, apo qoftë edhe qeveria shqiptare dhe në fund deri te drejtoria. Pra të gjitha këto problematika që u përmendet, ne i kemi transmetuar dhe me të drejtë në Ministrinë e Bujqësisë, është menduar, është krijuar projekt ligji, është miratuar dhe shumë shpejt kalon edhe në kuvent dhe nga 1 janari 2026 abuzimet do të jenë në minimum ose s'do ketë më abuzime, sidomos në pjesën e kësaj skeme. Se në skemat e tjera normalisht kanë qenë më të qeta dhe më të sakta. Edhe vit për vit kemi rritur jo vetëm buxhetin, por edhe skemat. Pra, nga një skemë në vit i kemi shpenë në 3 skema në vit. Zotë Gjolla, të falenderoj. Jo, lutem, faleminderit ju për ftesën. Merr mirë për këtë pjesën e fundit të emisionit që pat më shumë ritëm. Ndoshta edhe unë isha pak i përgjumur në pjesën e parë, por duke qenë gazetar të terrenit, jam shumë afër se gjithë kolegët e mi në terren afër fermerëve, të cilët nga njëra ditë në tjetrën kanë probleme të shumta. Uroj që nga janari vitit 2026 problemet e tyre të kenë marrë fund. Të falenderoj fort që ishim së bashku në konak. Në bujqësi pritur, sigurisht. Faleminderit, në bujqësi ka vështirësi pafund. Normalisht që vështirësitë unë mendoj që do të jenë më të lehta për çdo vit që ne kalojmë. Skemat e reja, fonde më shumë, Bashkimi Evropian, sidomos në vitet e tashme do të ketë edhe ajo pjesën e vet të dhënies të ndihmës të mbështetjes, kështu që mendoj që do të jenë më ndryshe vitet e tashme. Të falenderoj pafund zoti Gjolla. Këtu pra kemi përfunduar edhe për sonte emisionin Konak, ishim drejt për drejt nga studio e këtij emisioni. Sonte në Konak ishim me drejtorin e bujqësisë të rajonit të Korçës, zotin Vullnet Gjolla, nga unë Tonin Froku. Natën e mirë.